koalicion është më i miri që mund të ndodhë nga ky rezultat, po në rast se kjo nuk ndodh, nuk ka tjetër zgjedhje pas zgjedhjeve. Dhe kemi një situatë të re pastaj, në cilën nuk ka fare rëndësi se kush më ka bën koalicion pas zgjedhjeve të reja. Merësi është me zgjidh si problem. Shkoj me pyetjen tjetër. E ka një pyetje të përsëritur shikuesi Jon Besnik Fatmir Bytyqi. Por kësaj radhe e adreson tek zoti Hamiti. Tek zoti Urtak Hamiti, profesor Hamiti. Ka teorime. Fatmir Bytyqi pyetje për zotin Hamiti, LDK-ja thot jemi parti institucionaliste, PDK-ja thot jemi parti e vlerave të luftës. Institucionalizmi dhe vlerat e luftës a janë doktrina politike? Si pyetje, respekt. Kolegut, vetëm dëshiroj t'i them që Liga Demokratike e Kosovës është themeluar në 10 orë të vitit 1989 dhe antarët dhe përkrasit e saj kryesisht kanë qenë dominant në ushtrinë çlirimtare të Kosovës, në Partinë Demokratike të Kosovës më pak. Dhe më pak sepse kanë qëndruar në LDK, nuk kanë kaluar në PDK. Nuk e kuptova këtë. LDK-ja po thua fuqi dominante në krijimin e UÇK-s? Jo, është fuqi dominante, është dhe antarët e saj kanë qenë më së shumti në UÇK. Po PDK-ja s'ka ekzistuar atë zoti Hamiti. Po e dide, për që ata dhe theksova në këtë mënyrë. Ke fjallën për para 99-ës, kur nga gjitha subjekte politike. E kom fjallën nga pyetja dhe për të... Jo, si doktrina politike. Si doktrinë, kjo mua edhe sot, në vitin 2025, kjo çka është... Kjo do të ishte një titull, tani, në gjuhën portaleske, në këtë moment, unë po e imagjinoj atë shijen redaktoriale dhe pse se cili ka shjet veçantë dhe thot i biri Sabri Hamiti thot shembo, sepse Urtaku është i biri Sabri Hamiti. Jo i vetmi, jo i vetmi i modhi se e ka një. E qartë. Jo, e kisha fjallën për ta qartësuar për opinion publik për ata që nuk e di. Jo, nuk është ai problem. Jo, nuk është problem, po thash, do të ishte si titull do del, do t'i biri Sabri Hamiti thot antarët e LDK-s kanë qenë forca dominante ose më shumti në ushtrinë shlirimtare të Kosovës. Antarët më të mëdhenj në ushtrinë shlirimtare të Kosovës kanë qenë që e thot Urtak Hamiti, po e thonë edhe komandante e luftës. Asaj për këtë asajna, unë i preferoj kolegot që ka bo pyetje, të cilin e përshëndes natyrisht atë dhe familjen e tij duke i uruar çdo të mirë në të ardhmen, që ta blej apo marë në Huazem apo çka do, dramën më të re të akademik Sabri Hamitit, ajo është quhet Maja dhe e ka pikërisht punën e luftës në Koshare. Luftës edhe betejës lavdishme. Lavdishme në Koshare ku udhëhec kanë qenë LDK-ja. Udhëhec ka qenë LDK-ja, po jo ushtria shlirimtare e Kosovës. Po tash nëse e pyes Rustem Berishën dhe Xhafer Gashi thotë gjithë i bëjnë bashkë. Po do të them edhe Rustem Berishën në Nacional Radina, Fadila Derxhona në uniforma, amblemi është i parëndësishëm. Absolutisht po. Nëse s'është kjo temë, po vetëm e kisha pak për të grishur debatin. Faleminderit shumë. Siç do ta quante një mik jonë i përbashkët imi dhe i Halil Matoshit. Fatmir Mehukaj, po ashtu shikuesi rregullt i këtij emisioni, do të përshëndetë Kushtrim Sadiku, thotë edhe panelistëve përshëndetje, do të pyetje për të gjithë çfarë na vjen takimi i presidentes kur Kosova humbi shansin historik edhe një herë për të bërë pjesë ose të bërë antar i Këshillit të Evropës dhe këtë po e bën edhe një herë pasi dështoi vitin e kaluar. Blerim Gashi. Çfarë na duhet, po këto janë dy tema dome, shikuesi i nderuar. Una Këshillit Evropës, Asambleja e cila është e thirrur në rastin e Moldavisë në një rast tjetër, edhe komisioni i ligjor apo juridik i të urdhëve si quhet andej në Këshillin e Evropës, ka thënë që Kosova i ka plotësuar kushtet teknike dhe politike për sa i përket të gjithave. Gjithsesi, në raport thotë që edhe në disa pika përse përket drejtat të pakicave dhe të kalon standardet evropiane. Ashtu shkruan në raport, është online. Ajo është temë dytësore, në relacion presidentja nuk i ka thirrë
për Këshillit të Evropës.